për darkën? Se s'hangrëm darkën, mbajtëm barkun. Mbajtëm. Dhe 40.000 lekë ishte mëngjesi Pim sot. koktejl. E po ato si paguam se jemi bipa. Dhe 40.000 lekë është mëngjesi sot, fatura e fundit. Ha? 517.000 lek. Pjesim për 3? Ua, 3 vajza në gjumë. 172.000 lek për 24 orë. Për një njeri. Ua. Dhe jemi në sa data sot? 9 qershor. Imagjino ç'a bëhet në korrik dhe ngushtë që është fluksi. Do me thënë ti të rish një javë këtu po marrë në korrik, 200.000 lekë mesataren, 2 herë 7 i bie ti të duhet 1,5 milion lekë si individ për të ndenjë një javë në dhërmi. Po, e llogaritë çmimit të qershorit. E mora 200.000 lekë mesatare, nuk e mora 100. Imagjino ti je 5 goca për shembull, nga 1 milion lekë, 5.000 euro do të kesh Shko, se ju e pat qa hangërm, nuk është se kemi ngrënë aragost ose ndonjë gjë të çuditshme. Okej, shiko, ne mund të na ketë kushtuar pak makina me qira, po të kesh makinën tënde është tjetër gjë. Po nuk kushton shumë, edhe edhe çfarë rri më shumë ditë. Po, që na kushtoi edhe më shumë ishte për shembull se kishim makinë e madhe, na kushtoi nafta, se po të kesh. Po jo, tani po të rish tu e televizësh më shumë në përkaqe dhe është duke na mbaruar